Hey, miq! E Marta vjen shpejt. Është... E dini ju pse kemi zgjedhur të Martën me një gruptim të përbashkët bashkë me Kristin. Unë kam lidhur një të marsit 1970. Ndërsa dhe këtë. Ndërsa unë të martë kam më shumë kohë të lirë, prandaj. Okej. Batut. Në mo Kristi, ç'kemi? Mirë. Si shkoj java? Shumë mirë. Po më ç'kishim andej nga Madridi? Madridi? Ala Madrid. Ala Madrid. Bernabeu. Festove dejësisht? Jo, rastisi që luante jashtë. Po. Luante me Deportivo Alavesin. Pa jo vizita jote Por që në stadionin e Bernabeut. Nisha me një sy nga stadiumi, me një sy nga Topi Art. Po pa ajo vizita jote në Bernabeu si shpëtoi shtypit lokal. Oh, vërtet. Po, thoshin kishim vizitor nga Shqipëria, një gazetar nga Shqipëria. Sa të mëndshëm janë? Po. Që po. Po erdha dhe gjeta polemika. Shqipëria është polemik. Jo, ndoshta këtë radhë janë me të drejtë, mendimi im. Për shembull, e fillojmë? Po nga çmimi i parë, çmimi më rëndësishëm që ishte Topi Art 2025. Topi Art 2025. Fituesi Bekim Balaj. Ne këtu episodin e parë dhamë disa mendime për pjesën e Topit Art, kur domethënë, ato dy që ne tham, si thua të nominuarit tan, të nominuarit tan dolën. Ti the Dajsinani, unë thash Bregun, ishin. Tani u shpall Bekim Balaj. Është viti 2 të radhës që Balaj fiton Topin e Art dhe Dgjoj. Tani filloi ti me komentin tat, pastaj do e kthej unë koment. Tani e para punës që mbas një përpjekje titaneske me punojësit e Federatës Shqiptare të Futbollit, arrita më në fund të zbuloj se si nominohen lojtarët. Atëherë, 10 trajnerë dhe 10 kapitenët e skuadrave votojnë një lojtar. Dhe numërohen votat, dhe ai që ka vota më shumë, 4 të parët nominohen, dhe ai që ka vota më shumë është dhe fituesi i garës. Ndërkohë që unë mendoj, jo, kjo s'është logjike. Jo, flas në nominim më shumë vota, sepse ato publikohen para. Përderisa do të kopjosh, ose jo të kopjosh, po Topi Art, France Footballi zgjedh 30 lojtar, dhe nga këto 30 lojtar, gjithë gazetarët nga një France Footballi është një revistë franceze, s'ka lidhje, ajo është institucion. Po institucion, po dhe Federata Shqiptare e Futbollit, institucion e rëndësishëm është. Po mirë, duhet ngritur një grup njerëzish që merren me këtë punë pastaj. Japin gjykime dhe vlerësojnë të nominuarit jenë sipas meritokracisë e parë. Ndoshta këtë formacionin e javës që bëjnë këta apo këtë lojtarin e ndeshjes, ky grup trajnerësh të ekipeve kombëtare. Bravo. Këta mund të nxirrin një listë nominimesh të gjatë, po them 20 lojtarë ose 15 lojtarë. Më të mirë dhe këtu nisin votimet. Sepse France Footballi nxjerr 30 dhe çdo gazetar ka drejt zgjedhë 5. Tani me pikë domethënë. Unë sistem pikësh, ne nuk e kemi atë sistem pikësh. Jo, unë e respektoj shumë Bekim Balajn, por do të isha pak kundër vendimit të trajnerëve dhe kapitenëve të skuadra. Pse? Sepse për mua Topi Art, ai mori pusën e Art me merit plot. Po për mua Topi Art është një lojtar që me performancën e tij, me golat e tij, i çon minimumi një trofe ekipit. Dhe në rastin konkret, Dajsinani me pritjet e tij ka bërë shumë gola. Devi Bregu që mori kampionatin, nga atje Devi Bregu, pra unë prisja një lojtar, dhe për mua Zabërgja nuk duhet ishte fare aty sepse është 6 muaj, është performanca. Mirë, dakor. 2 janar 30, 2 janar 10 dhjetor. Shko. Po ta marrim këtu me pjesën e të nominuarve. Po. Zabërgja mendoj që mund të kishte vend. Ti ndoshta është pëlqimi jo që jo, është te 30 po. Po edhe te këta, edhe te 5 mund të, sepse ai ra në sy, fitoi kupën e Shqipërisë. Po. U transferua jashtë, luajti 6 muaj deri në sa janar qershor. Po. Edhe Kupat e Europës, dhe më pas dhe dalloi edhe në Kupat e Europës, prandaj dhe ishte të nominuarit, dhe më pas u shit jashtë. Por mua nuk më qëndron që Dajsinani është ajo qyteti që ka dhënë kontribut të madh për fitimin e kampionatit. Nuk s'ka qenë një portier që ka ndendur si një karige aty. Po. Dhe çfarë kap
Rastësia me kombëtaren, po, me kombëtaren me një. kombëtaren është grumbulluar. Sot Egnatia fal pritjeve. Po. Marrin vetëm ndeshjen e fundit kundër Dinamos. I vetëm e frenoi Dinamon. Shko, unë kam bërë në një kështu story këtë publike në Instagramin tim që kam deklaruar hapur që mendimin tim dua që ta fitoj Dajsinani, sepse ai e meriton. Pastaj, me gjithë respektin për lojtarët e tjerë. Pastaj, dëgjoj. Pastaj. Po. Një sekond, kartoni verdh. Kartoni verdh. Kartoni verdh. Kartoni verdh transparencës. Okej, e fitoi Bekim Balaj. Po. Kush ishte i dyti? I dyti? Po. Kush ishte i treti? Ishte. Kush ishte i katërti? Shkovi, do ma lesh mua ta për këtë pjesë? Po. Regulorja. Po. Unë do të ndalim te regulorja. Po. Po më thoje regulorën. Po më thoje rrugës kur ishim duke ardhur Po. te studio që France Football ka një regulore që e nis që në muajin tetor e publikon në faqen zyrtare dhe dihet që Procedura dihet që këtoja do jenë. Për fat të keq, shko, nga një anë unë dua ta përgëzoj federatën që bën të tilla evente sepse tregon edhe që futbolli është aty, nuk ka vdekur, është gjallë, ka një lloj fuqie, mbledh njerëz të rëndësishëm, ka impakt. Këtë thash dua ta përgëzoj. Por, kritikat e mia shkojnë për pjesën që të ti kartoni verdh, transparencën dhe rregulloren e këtij eventi. Nëse do që të japësh rëndësi dhe mos e zhvlerësosh, atëherë publikoj një rregullore që votojnë këta, zgjidhen këta, plus që pastaj kjo zgjidhja më duket pak një si lloj amullie që kur hyn aty brenda nuk e kupton që për kë votojnë këta, për kë votojnë, duhet të pyesësh, dhe ne gazetarët nuk është se i dim mirë kush voton për këtë, kush voton për këtë, apo jo. Po. Cili rregullore, pastaj bëhet edhe me sistem pikësh, jo vetëm me vota nga një vot. Bëhet me sistem pikësh. 15 pikë maksimali. Siç është votimi për topin e art. E ka 5 4 3 2 1. Po. Po e mora 15 14, duke referuar Eurovisionit, më duket se ka me 15 pikë. Edhe në fund ditës ti ke një vask më të gjerë lojtarë që janë të nominuar dhe një votim sa më objektiv. Unë shoh anomali. E di pse? Mbaj mend Regi Lushkja, me sfushori i cili bëri diferencën te Ignatia. Vjet themi për sezonin e. Po ky vit ka qenë 2025-a. Po. Regi Lushkja ishte me sfushori që kërcënonte Bekim Balen për këpucën e artë. Po. Në një moment ishin 14-16 gola dhe të mbalen në fund arriti të shënonte 2-3 gola që arriti dhe shifrën e 19 golave. Por në Final Four ishte Regi Lushkja, mos kujtoj, që shënoi 2 gola në finale kundra Vllaznis, po. Që shkoi në kuotën e 16 golave, me gjenjë me sfushor. Sot në Europë 16 gola janë shumë të rralla ata me sfushor që shënojnë. Pra ti kur arrin. Regi Lushkja nuk ekzistonte fare. Po nuk ishte fare. Pra ti kur arrin. Askund. As i nominuar. Bravo. Pra ti kur arrin. Do të di që kanë ndaluar këta iranian, ai ishte në Iran. E kanë ndaluar të Tiranit, thanë s'do fitosh çmim, ndoshta ky mund të jetë një arsye. Dgjoj. Pra kur ti vë za Bërgjën. Po, vëte Regi Lushkën. Se do vim ke formacioni, nuk ishte Regi Lushkja në formacion? Po, do e prekim atë po. Ne flasim për topin e art. Po. Nëse do kishte një top 3-she, për mendimin tim do ishte Dajsinani, Bregu, Lushkja dhe Balaj deri diku, sepse ka shnuar ato golat, okay, dakor. Po nuk mund ta përjashtosh fare. S'mund të jetë nominuar. Do të ndryshoj votimi, kriteret e votimit. Kriteret do të ndryshojnë urgjentisht nëse do të japësh atë që shko, pastaj nëse do ta bësh për ta bërë, dakor jam, nëse do që të i kesh ajo që është më kryesorja, organizatori i eventit, kjo është thelbësore, është ai që nominon dhe futbollistët, dhe trajnerët, dhe talentin, dhe tjerët. Dhe pastaj votojnë, zgjidhet ti kush voton. Madje unë do t'i shtoja trajnerëve dhe kapitenëve, do t'i shtoja dhe gazetarët. Po tjetër që po. Pse jo? Po tjetër që po. Pse ne votuam, edhe unë votova dhe ti votove. Po. Pse ne votuam për formacionin e vitit dhe nuk ishim të drejtë votonim për topin e art? Pse? Po pra është çuditshme. Okej. Është çuditshme, nuk e di. Balaj gjithsesi urime Balaj. Urime Balaj se është një se do bëhet e zbuloj ti që do bëhet baba. Po. Kështu që ata që janë tironësit e vjetër, unë jam lindur rritur në Tiranë, po s'jam autokton Tiranë, thonë me kolla e lëk, pra
nëna e djalit, kështu që bala urime dhe uroj që, siç e tha, se e tha dje bala që e teprumi çik në Shkodran sot, sepse mori dhe Meli Doçi, uroj që të çojë dhe një trofe në Shkodër. Pikërisht, pastaj nga top PR nuk mbarojnë anomalit këtu. Po. Nga top PR. Prapa normali? Shko si bën sikur si di. Nga top PR kaloj te trajneri i vitit. Do na vendos drejtori. Trajneri i vitit, shko, se këtë komentin tëm bo e ke kështu sikur se meriton Tetova, Tetova për mendimin tim e meriton. Jo, se kam për Tetovën unë, jo. Tetova për mendimin tim e meriton e vetmja çmimin. E vetmja jo anomali te trajneri është zgjedhja e Tetovës, trajneri i vitit. Po, ishte e merituar, super e merituar. Çfarë donte kampion? Çfarë mund të bënte Mireljosa aty? Çfarë? Mireljosa 6 mujorin e parë nuk ka qenë fare. Nëse do të një çmim karriere, bravo. Po ti ndjekës Okult Sport është votuar për periudhën 2 janar 10 dhjetor 2025. Pra nuk është një performancë, jo je trajneri i mirë, jo je burri i mirë, jo 2 janar 10 dhjetor. Tani, çfarë donte Mireljosa aty? E para, e dyta. Pse Edi Martini? Pra, e dyta, s'male. Sepse ato 6 mujorin e parë të vitit 2025 nuk ka qenë fare në Shqipëri. Aty duhet ishte Arjan Bellaj. Po, mund të qëndonte më shumë Bellaj. Si po. Okej, se Bellaj ishte në kategorinë e parë vitin e kaluar. Po. Këtë vit po bën mirë. Po pse duhet përjashtohen trajnerët e kategorisë parë? Dhe kjo një... Ndoshta më shumë e meriton te Krynaja. E meriton te Krynaja më shumë se fillove ti. Jo, po them deri diku. Po të bësh një analizë deri diku. Vora me trajner Bellajn, po është aty ku është, duke mos bërë asnjë ndeshje në shtëpinë e vet, por kjo është tjetër histori. Pra, kemi Bellajn që mungonte, pastaj një deklarant pas sens fare e trajnerit Daja. Po. E vërtet. Sepse për të gjithë në të kandidatët për të çmim mungonte Ilir Daja. Tani, i cili është një trajner që do të dim vlerat e tij. Aty duhet ishte me këto që na u servirën, duhet ishte Tetova, Gvozdenovic, Daja dhe Bellaj. Po t'isha unë në grupin e punës. Kjo do ishte vota ime. Tani, me atë që kuptuam ne nga ato telefonatat që bëm, ishte që këta kanë votuar trajnerët vetë dhe kanë dalë më të votuar, kanë dalë të nominuar. Po. Kështu që për Dajën edhe për lojtarët. Po, edhe për lojtarët. Kështu që për Dajën s'ka votuar asnjëri. Jo, po siç duket, pastaj si e përkthenti, se unë se përkthej do të Dajën që dëgjoj me që un kam raporte të kufizuara me mediat edhe me spektaklet, ishte një zgjedhja ime që mos jem aty. Po, unë si organizator i këtij eventi, unë nuk pyes, nuk marr dëshirat e tjerëve kush do jetë. Pikërisht më je aty, ndaç mos hajde si të gol. Është fiksi që bënte Ronaldo atëre kur e kuptonte që ose këto të Realit këto 2 vjet. Po, që shkonin se kuptonin, po. Po tash je aty, nuk do të dukesh fare. Se i bie sikur si në kampionat. Po pra, pse kuptoj. Kjo ishte nonsensi për mendimin tim që nonsens total. Daja mungon në listën e trajnerëve të vitit. Daja mungon në listën e trajnerëve të vitit dhe për trajnerët e vitit. Që këte ne çfarë stemi për Dajën, të gjithë. Dhe ajo që më ka ngelur pak mua kështu nga gjithë kolegët e mi që këte trumbetojnë me të madhe që Daja për kombëtaren t'jepit besimi për një trajner shqiptar. Dhe kush është Ilir Daja nga ana tjetër? Daja nuk rezulton trajneri i vitit. Të paktën të nominuarit, ka fituar Kupën e Shqipërisë, bëri mirë në Europë. Po. Nuk qëndron, s'ka ku qëndron. Tash nëse do ta bësh serioze eventin, nëse do që të bësh një event për të mbledhur njerëz të rëndësishëm që kanë fuqi në këtë vend, patjetër që bë. Dhe mund të vendosësh një emër tjetër, dhe topi art për Erman Mamaqin aty. Dhe topi art për trajnerët, për mendimin tim, do të diskutohej mes Tetovës dhe Dajës. Patjetër, dhe për mendimin tim e meriton Tetova. Dhe ishte shumë e merituar, sepse fiktoi kampionatin, edhe pse nuk bëri mirë në Europë, që prisja më shumë që të bënte. Sepse
topi art në vetvete duhet jetë një meritokraci. Patjetër. Pra, më i miri si bazohet më i miri, si e zgjedh më të mirë në bazë të rezultateve. Kaq. Fitove titullin kampion, ke më shumë pikë se tjetri. Padyshim. Ne kemi parë që po ta krahasojmë tani Rodri, Vinicius ta që kanë qenë. Po. Rodri fitoi Ligën e Kampionëve, fitoi Champions League. Po. Normalisht ja dhanë me të drejtë. Me të drejtë. Ishte mësuar, shoqë që ai Me të një drejtë. pak që dikush s'mund ta dik fare kush është Rodri, siç e ka dëgjuar kështu as s'e ka ndjekur. Po ai është fituesi topi të art. Dhe unë do doja për të rikthyer një sekond dhe kalojmë ke tjetra, do doja që të ishte Dajsinani për të qenë si Lev Yashini 6-jetës. Po pra, është pak e vështirë kjo, portieri që pa ai vërtet e ta fitoi, po është kalojmë në rritje dhe besoj se kalojmë ke topi art i artshëm, kush ishin gjyqtarët apo te çmimi i artshëm. po. Po kemi talentin e vitit. Talenti i vitit. Fabian Prndreca, lojtari i Bylisit. Unë mendoja që do të ishte midis Prndrecës dhe Maksutit. Ti kishe një lojtar kështu? Fabian Prndreca. Ky në fakt më ka bërë përshtypje sepse gjithmonë kur shoh këto ndeshjet e Bylisit që rastisht shoh, më bën përshtypje do lojtari i ndeshjes ose dallon në krahun e majt. Po. Është i vogël në moshë si lojtar. Dhe Ballçi është një kështu një kalitje për këta të vegjëlit që kur dalin këte nga kryeqyteti nga ato ekipet e kamura. Ti kishe një të preferuajnë tënd? Në fakt me të drejtën Prndreca më ka sepse është mosha ajo që favorizon ini. Po tash është Prndreca është më i vogël se ata të tjerët që kanë qenë aty. Edhe Maksuti ishte. Po, dakor, po Maksuti është sapo ka nisur atë shpërthimin e tij. Po talent pra, ty quhet talent. Po, sapo ka nisur, është momenti i tij domethënë. Po, vit rënë pak në styp, po këtë vit po mirë. Po është në kategori superiore normalisht, nuk është njësoj të luash në kategorinë e parë, të luash në superiore. Ndërkohë Prndreca është viti i dytë mos gaboj tani. Prndreca që luan dhe jepet besimin në bas. Domethënë këtu është bër është dhe ekipit kombëtar U21. Këtu është bër një jemi rregull, këtu s'ka anomali, që talenti i vitit. Jo, për mendimin tim është e merituar. Kështu që ky lojtar ka shansin që me ekipin U21 të jetë në një vitrinë të rëndësishme, siç është ajo e Europianit 2027. Sepse nuk është pak të luash në Europian U21. Dhe besoj që Prndreca aty do ketë shansin që të dallojë apo të rrizë vlerën e vetë të kartonit dhe të bëj pak reklam për veten. Për kapur kombëtarën. Po kombëtarën? Pse s'është pa mundur tani? Kemi parë që në një moshë të vogël. Urime Fabian. Shko, duhet gjithmonë një zvendësues për Mario Mita, ne kam thënë gjithmonë. Dakor, është Nasser Ali, po mos harrojmë që mosha, kampionati këtu, Dinamo, luan qendërmbrojtës. Po është Nasser Ali, është Trashi, është Trashi besoj ka mbyllur kombëtar, nuk besoj që Trashi tani të ketë. Po them nerva për kombëtarin, Trashi është flamurtar, është fokusuar. Është fokusuar. Po ta ishte ashtu, ishte grumbulluar gjithë periudhë, sa i ka luajtur, s'ka luajtur. Kalojmë ke te çmimi i radhës? Po, kemi mos gaboj arbitrin atë na i vendos arbitri vitit. Kreshnit Ceapi. Nuk e di, ke dëgjuar për Ceapin që të ketë bërë ndonjë gabim apo të jetë polemizuar? Unë s'para kam dëgjuar, nuk e di. Jo, asun. Ka që një arbitër kështu, po që në thonë fair play. Po këtu, vëren ndonjë anomali të 4 minimet? Po mungesa e Jorgjit. Po bre, ku është Jorgji? Tani për këtë arbitrin e vitit votoi të gjithë kolegët e tyre. Ndoshta e bëjnë kështu si Eurovision. Japim një vit ti, një vit ti. Po gjithsesi Ceapi është një arbitër duket si ri kështu. Pamja, po ka goxha eksperiencë në superiore dhe nuk është e lehtë të marrësh të çmim duke qenë se aty ke mua më pëlqen. Ke Jorgjin, tani këtë Bajraman, Amiti dhe Xhajën. Jorgji ku shkoi? Jorgji, tu është. Ku shkoi? Po pse si ishte këtu? Po mos arbitron këto ndeshjet e Europës. Ndeshjet më të mira. Po. Domthon, ndeshjet më të mira të Europës, UEFA ja beson Enea Jorgjit. Si, domthon, ka një kontradiktu. Kërcet. Po, gjithsesi. Ceapin ta përgëzojmë sepse ka unë thashë edhe parë aty çmimin e këtij arbitrit të vitit. Aty te ceremonia dihet te Topi Art, 2 radhët e fundit të gjithë sallës ishin në mediat. Po.
Dhe kur dolin këto Po, për arbitrat, nuk herë të tjera kemi pas me emër, të media. Kur dolin gjithë thanë Emanuele Arusta. Pra na surprizoi këto gjyqtarët. Jo gjyqtarët, Po shko, Rusta nuk është se ka marrë aq shumë ndeshje sa për të dalë arbitri e vitit. Po për të nominuar kishte marrë shumë ndeshje, apo kishte marrë sa ta kemi një jo, kishte ndoshta mund të për atë punë, po. Ndoshta ka në kuadër të barazisë raport të mirë, po. Raport të mirë me kolegët, ka marrë disa ndeshje, ka arbitruar disa ndeshje të rëndësishme Rusta. Këtë Ignatian Dinamo i ka arbitruar disa herë. Të ndeshje që kanë qenë me si disa herë. I ka arbitruar pra po them sa herë se normalisht më pak se të tjerët, po shko edhe Hamiti është, po them është në thonjza është dukur. Ku është Hamiti? Po pra. Kështu që mos e merr si matë. Where is Hamiti? Mos e merr si matës, kështu që Okej. Gjithsesi, për të vlerësuar është një arbitër femër angazhohet në këtë futbollin e vendit tonë. Tani kemi edhe ato dy, se kishëm me Merakti, dy topin e artë dhe talenten e vitit për futbollin e vajzave. Megi Doçin sërish nuk kishte surprizë Megi Doçin, me thënë drejtën. Po, e meriton plotësisht. Nuk besoj që kishte lojtare tjetër për momentin që mund ta kërcënonte këtë çmim. Ishte pak e mbushur me Puca artë e topi artë. Ishte pak e mbushur me Ishte pak e mbushur me mlef Megi, me të drejtë. Mos ndoshta teproi pak. Jo. Unë mendoj që e stër meriton. Po, patjetër që është një vajzë që ka shënuar 800 gola në historinë e saj. Do na kaloj dhe Pelen kjo? Ë? Mos na kalon dhe Pelen. Apo Romario, kush ka bërë më shumë gola nga ata? Në 1000. Pele, po ka bërë më shumë Ronaldo. Kush Ronaldo? Cristiano. Po. Sa ka vetë Ronaldo? Po do t'ja kalojmë duket. Po shko sa Peles nuk kanë qenë zyrtare. Pse? Po disa thonë që ka bërë 1300, po nuk janë shënuar se ka qenë. Po janë shënuar me dorë ato, me dorë janë më të sigurta. Me laps dhe letër. Dëgjoj, Megi Doçi bravo i qoftë. Kpuca e 5 e art, topi 5 i art, është mua e dua fort dhe çmimen ja dedikoj nënës saj, që nuk besonte. E di çfarë pëlqeu, më tha që deklaroi aty që sa e shkonte në shtëpi, nona vet ja çante topin. S'donte që të luante futboll. Domethënë bravo i qoftë. Një drejtim tjetër. Edhe Jessica Ndoj, një talente drejtor nave dhe Jessica Ndoj, një talente e femrave, ka luajtur me Apollonin, një shtëpisë e Gramshit dhe e ekipit kombëtar. Domethënë është futbolliste me talentja e vitit, kështu që urime të dyjave dhe vazhdoni kështu sepse e keni shumë mirë. Shpresojmë që të shkojë kjo në gjurmët e Megi Doçit. Vështirë ka, po formacionin. Tash kemi dhe formacionin e vitit, kemi votuar. Sa ka bove? Tash ti do që ti publikoj unë? Jo. Tash do ta mbash pak gjatë këtu të foton. Drejtor? Unë gabova Jo, më nuk e gabuar ti këtë mendimin tënd, edhe pse gabim nuk. Okej. Një gabim. Bravo. Po nuk është 2025 gabim, do të kujtosh mendimin tim edhe. Po, jo. Me preferenca ime është subjektive. Unë mbrojtjen e kisha njësoj përveç Mustës. Kë kishe ti ke Musta? Kisha Loran të Dinamos. Po. Pëlqim, edhe pse Musta shënoi disa gola, disa me penallti shumicën e tyre, por mua më pëlqente si lojtari Loran, sepse dhe Daja kishte fokusuar gjithë lojën krahun e majt. Domethënë mbrojtja ime ishte kështu, Dinamo Ignatia. Po ti? Mbrojtja apo unë kisha Alin në të majt. Ai kishte vënë mbrojtës të majt? Po. Kishte futur ndonjë nga Partizani që ndërti? Po. Këtë si e ka ky? Prekën. Preka, thënë drejtën. Nuk është se është kur futën ato tjerët me sfush, pse mos futej Preka? Dakor, duke qenë se ke Alin dhe Xhemalin aty, Preka nuk ka vend për mendimin tim, është shumë shkallë më poshtë se Ali. Unë kisha Alin unë kisha Prekën në vend të Alin dhe Alin i kisha në vend të. Po pra, kishte nxjerr majtas, kishte bërë një trup. Në vend të Mustës. Po. Pastaj mes fusha, unë kisha Aleksin qendër. Po gjithashtu. Pastaj kisha Lushtjan dhe unë. Si ka mund të mos? Aleksi Lushtja dhe Kristi Qose. Po. I Elbasanit. Po. Ka luajtur 34 ndeshje sezonin e kaluar, ka humbur vetëm 2 ndeshje dhe ka luajtur edhe 4 në kupë, 38 ndeshje. Po.
Këtë sezon ka luajtur të gjitha ndeshjet. Ka shkruar 3-4 gola vjet, një gol këtë vit, ka qenë stabil dhe është një pikë e fortë e Elbasanit që për pak sa nuk kapi Final Four-in vjet dhe këtë vit po kryeson. Prandaj mendimin tim vendosa Qosen në mesfush. Qosen, Lushken dhe Aleksin. Dhe këtu pasaj me këtë Adnar Mehmetin, nuk e di. Nuk e di kush e ka votuar Mehmetin te formacioni I vitit, dua ta kuptoj. Kush do ta zbuloj. Po. Kush trajner dhe kush kapiten? Për shembull përveç Kërnajës ose kanë votuar gazetar tu. Ë? Kanë votuar gazetar. Jo, po kush ka votuar? Kanë votuar gazetarët vitin. Po kush ka votuar për Mehmetin? Nuk e di, po Mehmeti vjet nuk është se dole një performancë që të madje mbaj mend me Gen ka luajtur qendërmbrojtës. Disa ndeshje. Po. E bëva? Po. Doli sa mbajnë mes fush. Fix. Nuk e kuptoj këtë si mund të mungoj, për shembull në formacionin e vitit, Regi Lushka. Tani duket sikur kam ndonjë gjë më as e njoh fare Regi Lushkën, kështu ç'kemi mirë, thjesht në miqemi në rrjetet sociale, as e kam takuar ndonjëherë në jetën time, po më bën përshtypje tani mos jetë formacionin e madje më shumë meriton Lushka se sa Aleksi. Po them kot tani. Nëse do ishim të kufizuar, nëse do fusnim një aty në mes fush. Po nëse mos Aleksi aty është edhe e kam këtu kuptimin që nëse do fusnim do na vinin kështu para një zgjidhje Aleksi apo Lushka, vetëm se të tjerët janë plotësuar, do zgjidhja Lushkën, sepse ka shënuar 16 gola vini. Me fushor 16 gola, ti nuk e ke luksin, mos e sa të mala. Dakord jam, e meriton. Po Mehmeti nuk më rezulton fare, se ndoshta po japin rëndësi shumë kësaj pjese, po nuk e di. Mes fushat ose ishte ndoshta skema që mund t'i kufizonte disa, po jo, Qosen nuk është s'mund ta kufizojë Qosen. Jam dakord. Për shumë, unë e thash, Aleksi, Lushka dhe Qose kisha zgjedhur. Po në sulm? Në sulm pasaj Unë këto kisha sulmin. Te pjesa e sulmit unë kisha vetëm një kështu ndryshim, duke qenë se Zabërgja u largua dhe isha më shumë të fusja një lojtar që është akoma në kampionat dhe kanë vënë sa të malën te pjesa e sulmit. Po, kanë vënë pjesa e sulmit, gjithashtu pasaj Brekun edhe Balaj. Normalisht Balaj me tret nuk ka një qendër sulmues. Ishte I Todo që deri diku mund ta rivalizonte te ai roli, po si qendër sulmues e meritonte formacion. Edhe bashkë Devi Breku që ne kemi diskutuar këtë radhën e parë që diskutohet fare. Gola në Europë paraqitet të mira këtë vit. Po dhe Balaj si golçnuesi më I mirë kampionatit, si një pikë referencë, do ishte aty informacion, kështu që nuk kërcet. Ti këtë do ndryshoje nga ky informacion? Nëse tani që shikon kush ka dalë më të votuarit. Po pra, do veja Alin në Majc. Prapë ti me të tëndën. Por unë po them, këtë ndryshoje, ishë një verni, kaq. Po, ishë një verni. Do iqja Mustën, Mehmetin edhe Malën. Do me thënë do vije Lorani? Do vija Loran, do vija Qosen. Edhe ti Qosen? Po. Edhe Lushke? Edhe Lushken, po, patjetër. Do me thënë, është fix formacioni... Po pra, dëgjo, se formacioni është ai që unë dua tjetë formacioni, unë Ali nuk e shoh në qendër, pavarësisht se Daja e improvizon. Ne mund të duam edhe shumë gjëra. Jo, Ali është ti do ta vendos aty ku ai luan. Jo, Ali është mërë si majtë, po. Ali ti e di, unë kam qenë në Londër, ka qenë lojtari më I mirë në Angli me ne. Dakord, po. Po është këtë gjë ekipi kombëtar, ne po flasim për formacionin e vitit. Po dhe këtë Dinamo. Na biznes superiore. Po Dinamo s'ka zgjedhje, prandaj e vën në qendër. Po mirë, po ka një vit që luan në qendër mbrojtës, tani atë ne do ta gjykojmë si qendër mbrojtës, dhe rolin doja. Dakord. Ai ka ndryshuar rol tani. Mirë. Ndoshta e merr Silvion kombëtare e fut aty nga Alli se s'ka tjetër. Se s'ka mbrojtës të më tjetër. Si s'ka? Po nuk ka mbrojtës të më tjetër, më gjej një mbrojtës të më tjetër ti. Trashin. Çfarë ke? Po tani nuk është pra niveli për kombëtare për momentin. Ka qenë dikur. Ka qenë, po pse? Gjykimi im, nuk është. Po pse? Po dhe ky ka qenë dikur, po. Kush? Pas 1 minutë, Ali e mori pastaj. Ali ishte, Ali ka qenë... Noti mësohet ndet, jo? Po Trashi ka qenë pjesë e ekipit kombëtar me Rejë në kaluar disa në kualifikueset. Uoj se nuk dha rendiment. Se dim atë.
Po nuk dha u transferua jashtë, por me dobët. Po. Hyn pastaj menaxheri marketingut. Tani ai ishte aq dobës sa luante Ysa e Majtas. Nuk e njoh fare Trashin, ë? Po mirë, mo dakord. Jo, Nuk ka për vendimin tim mbrojtës kombëtaren tani. Po do me thënë, pra, mund mos jetë, po mos thuaj mua si ishte edhe ky si ishte. Ali. Po nuk është ai prap. Ai është rezervë mitajt është akoma. Më dakord. Është alternativ. Po pse se fut në qendër kur ka dëmtuar? Ka, pra tash lista në qendër është Kubulla, Ismaili mbrojtësi Torinos në serin A Torinos Tol. Ore ku kanë qenë këto gjithmonë të Po s'kanë qenë pra ka ardhur dikush. Një minutë. Kur këto kanë qenë gjithmonë të dëmtuar, ka thirr një qendër një mbrojtës qendër tjetër. Po normalisht pra. Pse se ka provuar Ali në qendër këtu? Se ai që ka thirrur është më mirë se Ali, është shumë e thjeshtë. Kush e tha këtë? Po e thon statistikat e thotë performanca që i kthyer aty që kemi mbrojtës të majt. Ka është Trashi mbrojtës shumë i mirë. Kumbullën, ke Miajn, ke Caken. Po. Tash ti thua të fusin Dalin në qendër, ta bëjmë aty sanduiç. Mbrojtës majt ke Mitaj, ke Kaq, Mitaj Ali është, kaq. Mitaj Ali, Trashi për ndreca. Është një i shpresave tjetër. Ja rova tani emrin, është luan në Greqi ai çoni Selima ja. Okej. Mirë. E mbyllim të Do ta mbyllim informacionin e vitit. Devi Bregu, Bale, Zabërgja. Kemi një çmim tjetër. Tani jo, nuk besoj që kemi çmim tjetër. Kishte disa momente pikante me Ramën dhe Dukën. Po, u bë gol. Gol 3+. Jo, gol në kedi. Deklaratat që ata dhanë me një tjetër. Rama që tha nuk do flas gjatë, tha, se ka marrë këtu i ftuar, tha nga mbreti Armando Duka dhe jam i ftuar në mbretërinë e tij. Po tani kush është më shumë më i gjatë në pushtet nga këta? Tash në pushtet e bie Duka më shumë. Pse? Po ka 6 mandate, 24 vite. Nga 2002-shi. 2002, 2026, 24 vite, kanë 6 mandate. 6 mandate. Rama është mandatin e 4. Jo, mandat, ky është, po Në Rama pushtet flasun se Rama ka qenë po ka qenë ministër valla, tjerë. Rama është më i gjatë në pushtet. Ka 4 vite më shumë. Dhe Duka që e bëri më njëherë, se është shpreha gol që tha sa herë takoj kryeministin, pyet sa mandate kam, siç duket do të më ndjek që të bëhet mbreti i vërtet. Kam një propozim për ty unë. Po. Them të kandidosh për postin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Komitetin ekzekutiv. Jo, për president federate. Ja. Pse? Kur të largohet Armand. Jo, Armand. Ta sfidosh. Po unë jam Sharoxha. Po mirë më mirë, po ta sfidosh. Ja. Po janë zgjedhje tani. Po jo, po. Është viti zgjedhjeve 2026. Po e filloi fushatën Duka. Po pra. Po shko. Duhet i kandidat përballë. Jo, duhet. Po shkove ti do shkoj unë. Shko. Po ke përballë një makineri. Kam seriozisht. Përballë një makineri të vërtetë. Po bim unë di normalisht. Po unë do bëj ti me si ai. Unë rëndësi ka pjesëmarrja. Unë do të mbështes ty. Ja, po më mbështet ti, do më mbështes një koleg tjetër, Unë do të mbështes ty. Po kandidove ti. Unë s'kam ndërmend. Shko, mua më bëri përshtypje diçka aty që po të flasim pak tani seriozisht që përpos punës që është bërë me ekipin kombëtar, me kombëtaren sidomos, që ka arritur rezultate dhe play-offin për të parë. Dhe për këtë ndoshta dikush mund të thotë, ama ky pse mbron tani federatën apo këto. Aty është bërë një punë, me ato të mijat e veta, me të këqijat e veta, me ulje ngritje, është bërë një punë që ne na ka arritur rezultate. Por nga ana tjetër unë nuk pranoj këtë Bini që unë dëgjova pak deklaratën e Dukës aty dhe sa ky është viti i futbollit shqiptar, sa kombëtarja ka arritur rezultate dhe klubet kanë bërë një progres. Këtu unë nuk shumë ndahem. Patjetër. Nuk e kuptoj, ndoshta duhet thënë se ja aty në event po. Nuk e di ku e ka parë zoti Duka progresin e klubeve tona. Po progres klubesh është që ke nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova, ke ekipe në grupe sot në Conference League dhe ne mund shkojnë në fazë me eliminim direkt që do të ishte historike për klubet shqiptare. Patjetër. Nuk e di ku e ka parë progresin e klubeve shqiptare. Dhe aty nëse nuk janë këta politikanët, kryeministrat, Reja dhe Bjazi të ftuarit, çaj ishin Kambiaso, gjithë me radh. Po. Aty ai event nuk merr atë fryrjen që merr. Sepse ne
eklipsojnë të gjithë ato superiorit që folëm ne, eklipsojnë nga gjithë lojtarët e kombëtares, Po. që dhanë çmimin e Gjimshitit, si lojtarin me performancë më të mirë në kombëtar, eklipsojnë. Tani o ndaj gjë, o bë siç duhet bërë dhe bën një qendrim sa më objektiv, ose merr pastaj bën një show gala me të ftuarve, kështu që Kristi, kjo është për mendimin tim. Nuk e di i dakord me mua. po Armando ka filluar fushatën, rriti akoma. Fushata filloi që dje. Po mirë. Do jap 3 milionë euro. Nuk besoj që do që do çar. do lër mandatin këtu. Do e vazhdoj besoj. Normal mandatin e 7 ka Patjetër. ka të sigurt. Të 7-in edhe të 8-in. Po pra, po. Unë them që progresi i klubeve 0. Këtu është ajo vetmja gjë që Federata Shqiptare e Futbollit çdo. Fix. Kështu ta mbyllim me një kritik, Me një kritik. Të shëndosh. të shëndosh gjithmonë, sepse po spati kritika normalisht Patjetër. dhe zoti Duka besoj është i japur ndaj kritikave dhe i ka qef. Po. Ndoshta në vazhdim kur jemi edhe në kohë zgjedhjesh ose ndoshta edhe më përpara Do ta kemi këtu. ta ftojmë në studio për ta vënë dhe në vështirësi. Po. Dhe për këtë progresin e klubeve, Kështu që shihemi shihemi në të radhës. në të radhës. Hajde. Tung.